Shikues të ABC News ju përshëndes, unë jam Fabiola Hoxha, jemi së bashku në edicionin e mesditës, të cilin do ta nisim në fakt me një raportim të drejt për drejt të kolegut Ervin Leka për të folur për kreun e ri të BK-s, ka qenë Këshilli i Lartë i Prokurorisë, i cili pak çast më parë, të cilën ne ndoqëm edhe drejt për drejt kanë votuar unanimisht për emrin e ketës në krye të Byros Kombëtare të Hetimit. Lidhemi me Ervinin. Ervin, duke se të 11 anëtarët e KLP-s kanë qenë dakord që Joni Keta të jetë tashmë kreu i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, apo jo? Kush është Joni Keta dhe për sa kohë do të qëndrojë në krye të Byros Kombëtare? Në fakt me vota unanime, pra të 11 anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë kanë votuar ditën e sotme emrin e Joni Ketës që të drejtojë strukturën e posaçme pra të Byros Kombëtare të Hetimit, e quajtur ndryshe si FBI-a shqiptare për 5 vitet e ardhshme. Pra atij ditën e sotme i është konfirmuar një mandat 5 vjeçar në krye të kësaj strukture, që është një nga strukturat më bashkëpunuese, por edhe strukturë pjesë e Prokurorisë së posaçme, SPAK-u në fakt punën e terrenit, pra është në ngarkim të Byros Kombëtare të Hetimit. Joni Keta është një person që vjen nga radhët e Byros Kombëtare të Hetimit, ndërsa si duket u propozua mes 6 kandidatëve të fundit që mbetën në garën për kreun e Byros Kombëtare të Hetimit nga komisioni i posaçëm i përbërë nga 3 prokurorët, me në krye edhe Altin Dumanin, drejtuesin e Prokurorisë së posaçme. Pas ardhjes si duket në KLP është votuar me vota unanim, pavarësisht se pati edhe si duket një debat të vogël për sa i përket relacionit të plot apo të shkurtuar mbi Joni Ketën, megjithëse si duket pavarësisht këtyre brenda komisionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë u vendos me vota unanime edhe emrimi i tij, pasi ka kaluar edhe testet, provimet, eset, por edhe mënyrën se si ai e ka vizionin për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. Kujtojmë se Joni Keta pra ka qenë pjesë e kësaj strukture që nga hapja e saj, ndërsa vitet e fundit ka mbajtur edhe detyrën e zëvendës kryetarit të Byros Kombëtare të Hetimit dhe pra detyra e deleguar pas largimit të Aida Hajnës, ndërsa tashmë zyrtarisht ai për 5 vitet e ardhshme do të jetë edhe drejtues. Joni Keta ka marrë pjesë edhe në operacione që janë zhvilluar si në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht, pasi ka qenë pjesë e delegacioneve nga ana e Prokurorisë së posaçme, qoftë edhe në Amerikën Latine, por edhe në Bashkimin Evropian. Në fakt ditën e sotme kanë qenë prezent edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, por edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët kanë ndjekur nga afër edhe procesin e votimit që mori konfirmimin me të 11 votat e anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për drejtimin e Byros Kombëtare të Hetimit. E kuptoj. Mirë, Ervin. Faleminderit, ishim me kolegun Ervin Leka. Në këtë moment do të kalojmë në një tjetër zhvillim. Ish presidenti Bamir Topi ditën e sotme ka qenë pranë Prokurorisë së posaçme. Ai është marrë në pyetje nga prokurorët e SPAK sa i përket vrasjeve të protestuesve në bulevard në 21 janar. Do të jemi me kolegen Bleona Pringzaj. Atëherë, Bleona është marrë në pyetje para ditën e sotme ish presidenti Bamir Topi, ai më pas ka patur edhe një prononcim për media, çfarë ka deklaruar dhe për ta kujtuar edhe një herë për publikun se për çfarë u morë në pyetje. Për 1 orë e 30 minuta, ish presidenti i Republikës Bamir Topi është marrë në pyetje nga prokurorët e Prokurorisë së posaçme në kuadër të hetimeve për 21 janarin. Topi është thirrur si person në dieni lidhur me ngjarjen. Në fakt, pas daljes nga ambientet e Prokurorisë së posaçme ishte paksa i rezervuar, pasi thjesht u shpreh se është thirrur, ka marrë një fletëthirrje nga Prokuroria e posaçme për të pyetur lidhur me 21 janarin, por për vetë faktin që del nga ky institucion, nuk mund të flasë më siç ka folur më parë, për shkak se kjo çështje është nën hetim tashmë nga Prokuroria e posaçme. Këto kanë qenë fjalët e thëna nga ish presidenti Bamir Topi. Ne kemi këtë moment, e ndjekim në këtë moment e transmetojmë dhe lidhemi sërish bashkë. Unë kisha një thirrje nga Prokuroria e posaçme për çështjen e 21 janarit, për të dëshmuar atë që ka di unë, pasi kam qenë në atë kohë kryetar shteti. Unë kam folur për 21 janarin, vazhdimisht, në respekt të transparencës me publikun, por sot duhet kuptoni që duke dalë nga ky institucion, me qenë se është në proces hetimi, unë mjafton t'ju të vetëm kaq. A qëndroni versionit tuaj që keni shkruar në libër për 21 Tani janar? unë kërkova mirë kuptim. Qëndrova, ju thash po.
Mirë, Bleona, duket është i rezervuar, nuk ka deklaruar në fakt atë se çfarë pretendimin e tij përpara prokurorëve të SPAK, por për të ndalur pak tek hetimet e kësaj dosje dhe lidhjen e ish-presidentit. Po në fakt, Fabiola, hetimet për këtë dosje vinë që prej korrikut të vitit të kaluar në prokurorinë e posaçme. Lidhur me këtë dosje janë marrë në pyetje edhe personat e tjerë që kanë qenë në djeni, duke filluar nga drejtues të policisë asaj kohe, por edhe të gardës, duke kaluar më pas edhe te kreu i Partisë Demokratike në ato kohë mbante postin e kryeministrit zoti Sali Berisha, si dhe Lulzim Basha në cilësinë e ministrit të brendshëm. Në ato kohë SPAK regjistroi procedimin penal për 21 janarin pas prishjes së vendimeve nga gjykatet e mëparshme të gjykatës së lartë, ndërkohë dhe vijon në fakt hetimet për kallëzimin e familjes Nika ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, Lulzim Bashës, por edhe Andrea Prindit. Të afërmit e Alex Nikës, ky i fundit në fakt mbeti i vrarë më 21 janar të vitit 2011 në protestë së bashku me 3 persona të tjerë. Këta të fundit akuzojnë Berishën, Lulzim Bashën, por edhe kreun e gardës si personat që urdhëruan për të qelluar drejt protestuesve gjatë asaj dite. Si që thashe dhe pak më parë, në protestën e 21 janarit betën të vrarë 4 persona, 4 protestues në bulevardin Dëshmorët e Kombit, përkatësisht Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj para kryeministrisë gjatë kohës që mbahej protesta, por mbetën të plagosur edhe shumë persona të tjerë. E kuptoj. Mirë, ishim me kolegen Bleona Prengzaj, e cila raportoi në fakt për zhvillimin e fundit që lidhet me SPAK. Në këto momente do të flasim për një tjetër zhvillim, për avokatin e popullit. Është në fakt Komisioni i Ligjeve i cili është mbledhur për të shqyrtuar kandidaturat për postin e avokatit të popullit, përpara se të votohen edhe në seancën e datës 11 dhjetor. Do të jemi në këto momente me kolegen Greta Bullari. Greta, çfarë po ndodh në Komisionin e Ligjeve, çfarë po shqyrtohet? Fabiola, janë 6 kandidatë të cilët i kanë përmbushur kushtet ligjore për avokat të popullit dhe ndërta janë Adriana Kalaja, e cila ka siguruar 44 firma deputetësh, Aranita Brahaj 35 firma, Besim Drejgjoni 34 firma, Endris Çabani 35 firma, Skënder Halusi 30 firma dhe Tartar Bazaj 28 firma. Ndërkohë janë edhe 4 kandidatë të tjerë të cilët nuk kanë arritur të sigurojnë firmat e nevojshme, por që edhe kanë pasur mungesa në dokumentacion. Megjithatë, bie në sy që sekretaria e për marrëdhëniet me publikun në Partinë Demokratike nuk ka arritur që të mbar as mbështetjen e deputetëve demokrat, pasi në dokumentin që ajo ka dorëzuar në kuvend rezultojnë vetëm 27 firma, çfarë mundësojnë që ajo të skualifikohet nga gara për avokatin e popullit. Megjithatë, duhet të thënë Fabiola që i gjithë diskutimi tashmë në Komisionin e Ligjeve është përqendruar tek fakti që demokratët kanë tërhequr firmat, ndërkohë që nga natyre socialistët thonë se firmat janë tërhequr jashtë afatit, ndaj Komisioni i Ligjeve ditën e sotme duhet të dalë me një raport me kandidatët që plotësojnë kushtet ligjore, të cilat do t'i përcillen seancës plenare ditën e enjte. Mirë, të falenderoj Greta për këtë raportim të drejtë për drejtë. Faleminderit. 35 vjet pas lëvizjes studentore, Partia Demokratike mbledh në shesh vetëm 300 veta. Këtë tregoi foltoria e radhës e thirrur nga Sali Berisha para kryeministrisë pikërisht më 8 dhjetor. Në këtë përvjetor të lindjes së pluralizmit, Berishën e braktisën ish studentët e dhjetorit. Pas xhiros në Durrës, Ervin Staliani, Aluan Kalaja dhe Ilir Ali Mehmeti e morën mesazhin dhe ndoqën Berishën në bulevard. Aty megjithatë munguan Gazmend Bardhi dhe Belind Kolliçi. Ky ishte 8 dhjetori i vitit 1990. Ky është 8 dhjetori i vitit 2025. Në 35 vite, Partia Demokratike, forca politike cila lindi nga lëvizja e mira studentëve të rinj, është kurur në rreth 300 veta, shumica mosh mesatare dhe e vjetër. Por Sali Berisha nuk shet ndonjë ndryshim. Ndryshimi vetëm për doktorin është se për studentët e dhjetorit nuk ishte një forcë politike që t'u dilte zot. Kurse sot, shqiptarët kanë një forcë politike
Dhe kjo është Partia Demokratike. Pra sot të rinjt kanë një alternativë në opozit. Të ndjekim pas një kryetar 82 vjeçar. Për këtë 8 dhjetor, doktorin e praktisën si të rinjt dhe ish dhjetoristët. Për të nuk është ky problemi. Problemi ti janë të rinjt, që i vinë rotull karrige së ti. Saliani, Ali Mehmeti dhe Aulon Kalaja e kuptuan shpejt mesazhin. Pas xhiros në Durrës, takimet i bën në protestën e doktorit, sepse nuk lejohen të dalin më nga perimetri shikimit të tij. Në këtë foltore kishte vetëm 2 mungesa me arsye. Belind Kylliçi nuk kishte një detyrë më të rëndësishme. Duhet të informonte tek televizioni familjes për haberet që i kishte sjell doktorit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radhën tani e ka Gazmend Bardhi, që ka ikur jashtë shtetit, vetëm se nuk dihet se ku dhe pse. E vërteta është se të rinjtë e sotëm të Partisë Demokratike nuk janë si ata të 35 viteve më parë. Sot ata duhet të jenë të rinj siç i do Sali Berisha për të rrëzuar regjimin socialist qeverisës, por pa cënuar për asnjë moment diktatin blu të doktorit në opozit. Shumica e shqiptarëve, rreth 80% nuk besojnë se Partia Demokratike i ka përmbushur aspiratat e lëvizjes së dhjetorit 1990. Sondazhi i zëri shqiptarëve tregon se vetëm një pakicë prej 16% besojnë tek Partia Demokratike me në krye Sali Berishën. Rezultatet e publikuara në ABC News tregojnë se 65.7% të anketuarve mendojnë se themeluesit e Partisë Demokratike u larguan nga Partia Demokratike si pasojë e diktatit të Sali Berishës. Gjysma e të pyetërve në sondazh do të donin Gramos Pashkon në krye të Partisë Demokratike. Sondazhi i zëri shqiptarëve në ABC News sjell opinionin e shqiptarëve për lëvizjen studentore të 8 dhjetorit dhe Partinë Demokratike pas 35 vitesh. Shumica dërmuese e shqiptarëve, apo 79.5%, nuk besojnë se Partia Demokratike i ka përmbushur aspiratat e asaj lëvizje, e cila rrëzoi regjimin komunist dhe solli lindjen e Partisë Demokratike. Vetëm 16.1% besojnë se Partia Demokratike me në krye Sali Berishën i ka përmbushur aspiratat. Një elektorat blu, që në raport me votat që merr Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit, tregon se edhe vetë demokratët janë të zhgënjur nga partia e tyre. Po ashtu, sot është fakt se shumica e themeluesve të asaj lëvizje apo të Partisë Demokratike nuk janë pjesë e partisë. Disa janë vetë larguar e disa janë përjashtuar. Për këtë, 65.7% e shqiptarëve, të cilët në zgjedhjet e fundit votuan për një parti opozitare apo nuk votuan fare, mendojnë se largimi i tyre ka ndodhur për shkak të diktatit Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Vetëm 30.4% e tyre e konsiderojnë zgjedhje personale. Kjo përputhet me mbështetjen e mbetur që ka sot Partia Demokratike, apo më saktë, ata që votojnë Partinë Demokratike prej Sali Berishës. Por akoma më interesante është sondazhi, se kë do të preferoni në krye të Partisë Demokratike shqiptarët opozitar pas 35 vitesh. 50.7% e opozitarve apo elektoratit gri do të dëshironin në krye të Partisë Demokratike Gramos Pashkon, 13.7% Azem Ajdarin dhe vetëm 28.6% Sali Berishën. Sot jeton vetëm një prej tyre, Sali Berisha, i dyti më i mbështetur nga opozitarët, që pas 35 vitesh, në moshën 82 vjeçare, vijon të mbetet kryetari i Partisë Demokratike, por pjesa më e madhe e opozitarëve, apo 64.4%, del se nuk preferojnë Partinë Demokratike prej Sali Berishës. Shumica e votave opozitare shkojnë diku tjetër, por aktualisht rezulton se nuk shkojnë as te Partia Socialiste, as te partitë e vogla opozitare, por rinë kyçur në shtëpi. Dhe dukshëm, doktori nuk është çelësi për të nxjerrë ato për në kuti e për ta rikthyer Partinë Demokratike në qeveri. Ishte gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës. Më tepër ju ftoj të klikoni në webin tonë abc.news.al për tjera zhvillime në radio, na gjeni në frekuencat 105 FM. Në vim do të jeni me kolegun Ertan Prifti në Sport Center. Faleminderit që na ndiqni.